Në Pallatin e Sportit Qasim Dervishi të Shkodrës po luan ndeshjet evropiane për kategorinë U18. Sapo ka përfunduar super sfida në mes të Shqipërisë dhe Moldavisë dhe kombëtare e Shqipërisë ka fituar me një avantazh të thellë ndaj Moldavisë. Më njëherë pas ndeshjes me trajnerin Besim Dervishaj. Urime profesor. Faleminderit. Kombëtare e Shqipërisë sot ishte absolute në fushën e lojës, komandoi gjatë gjithë ndeshjes. Vim nga një ndeshje vështirë dje me Maltën. Ekipi jonë se nuk ishte në fushë fare, që që mbas humës ndeshjeve të thellë sot na u donte një fitore me një avantazh përpara që të rekuperoshim humbjen e ndeshjeve. Ndonim 15 pikë para, kështu që do të mundoshim të marrim ritmin gjithkohës lart. Ndeshjen e parë fituat me San Marinon me rezultat bindës. Çfarë ndodhi që humbet me Maltën dhe si e kompensuat sot ndaj Moldavisë? Atë kjo moshë është një moshë delikate, pak fëmijët duhet të kenë përqendrimin maksimal gjatë gjithë kohës që të japin një rezultat shumë të mirë. Fitoria e parë me San Marinon ishte shumë e bukur, u krijuan atmosfera të ndryshme në Pallat Sportit sepse rezultati arriti mbi 100 pikë. Ditë e dytë patëm, siç thash përpara, me Maltën një bllokim, por sot djem treguan që kanë karakter për të luftuar ndoj. Sidomos në pjesën e dytë të sotme, gjatë gjithë kohës e mbajti diferencën 20 pikë sipër. E çka e kontrollua takimin? Po, siç u thash, na u donin plus 14 pikë. Ky objektivi jonë ishte që loja fillon 0-14 për kundërshtarin. Ju ne do të kalonim 14 pikë që të fitonim. Kështu që do ta marrim kontroll patjetër te 20 pikë, 18 pikë. Dhe me këtë fitore të sotme Shqipëria kalon në gjysmën finale. Po, sot jemi në gjysmë finale. Gjysmë finale luan pas nesër. Shohim si do jetë, besoj, kundër Kosovës. Kush ishin pikat më të forta sot të skuadrës? Sot pikat më të forta të skuadrës ishte grupi, që dje nuk ekzistoi fare. Sot ekzistoi grupi. Dje bashkëpunuan shumë mirë me njëri tjetrin dhe ja arritën qëllimin. Pam Bilalin që ishte shumë i fortë, po edhe të tjerë pjesëtar të skuadrës. Çdo pjesëtar i skuadrës ka paraqitjen e vet në fushë. Bilali, Rustemaj, Qyrfyqa, duhet ndaloj te Qyrfyqa, është i djali gjatë 2-0-9 që premton për Shqipërinë dhe them që këtu duhet të jetë vëmendje kryesore. Ndërkohë pjesë e kombëtarëve të Shqipërisë U18 është edhe një basketbolist i Vllaznisë, Jordi Preka, të cilin e keni në vëmendje patjetër për takimin e ardhshëm. Po patjetër, gjithë lojtarët janë në vëmendje, por siç dihet në ekip do të luajë në atë moment që duhet personi përshtatshëm. Profesor, deri ku mund shkojë kjo Shqipëri në këtë turne? Këto mosha janë shumë delikate, thashë më parë, sepse përgatitjet janë shumë shkurtra, lojtarët vinë nga ekipe të ndryshme, ne kemi disa lojtarë që luajnë nga jashtë dhe është shumë kohë e shkurtër që të bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Kombëtarja mund të shkojë deri në fund, por mund të ndalojë edhe këtu ku është. Kështu që shpresojmë bëjmë një punë të mirë të paraqitemi si sot dhe të arrijmë fundit. Diçka edhe për atmosferën në Pallatin e Sportit Qasim Dervishi, publiku shqiptar duket entuziast, por edhe shumë familjar të sportistëve që kanë udhëtuar posaçërisht për të ndjekur fëmijët e tyre. Publiku shqiptar ka qenë fantastik gjithmonë, por mua vjen keq që sot nuk mbushet Pallati i Sportit, në cilin po luan ekipi kombëtar i U18 që janë në ardhmën e tyre. Prindit patjetër që janë një pjesë e rëndësishme dhe duhet të jenë patjetër në çdo ndeshje. Duke kaluar në aspektin personal, Besim Dervishaj mes Teutës së Durrësit që drejton në kampionat shqiptar dhe kombëtarës, ndjeheni mirë patjetër, edhe me Teutën edhe me kombëtarët. Po patjetër, unë jam 10 vjet që jam me moshat në Durrës dhe jam disa vite rresh jam me ekipet kombëtare. Kemi arritur dhe rezultate të mira kur i marr vendin e parë. Por duhet të bëjmë gjithë gjërat bashkë. Rezultati, puna e tjerë. Profesor Dervishi, urime për këtë fitore të sotme dhe kualifikimin në gjysmën finale. Suksesin në vazhdim. Faleminderit.